Në videon paraprake që e bërëm, atë metodën, dhe më thonë, ishte metoda në mënyrë manuale. Ndërsa në këtë video do të mësojmë se si maska me përcjell këtë rastëtyrën në mënyrë automatike. Po klikoj te maska edhe po klikoj delete. Shikoni tash më shfaqet vetëm blluri. Pasi e kam fshirë maskën, klikoj te gas jam bllur këtu, te rrethi, shikoni. Sigurona që video më qenë këtu në fillim, edhe gjithashtu e bëj pak këtu te blluri, te gas jam bllur e bëj pak ma fade out këto, që më bu pak ma bllur, në mënyrë ma bukur. Okej. Edhe hapi tjetër që ku me bu është me kliku këtu. Kur klikoj këtu, e proceson Premiera vet, edhe në gjithë klipin e përcjell vetë tyre. Domethënë tash është u procesu kjo aktiviteti që i tham na. Presim derisa të mbushet tash. Domethënë këtë proces e bën Premiere në mënyrë automatike, e identifikon lëvizjen këtë klipin, edhe pastaj kjo e bën vet. Ndërsa gjithashtu na mund me bën ndonjë korrigjim nëse vremi që nuk e ka bu mirë. Presim derisa të mbushet. Dhe pasi u procesu, mundi me pa, e lëshin nga fillimi, shikone. Tani kjo duke u bë është kriju domethënë në mënyrë automatike. Këtu shikoni vremi këtë aktivitetet që e ka kriju vet atë Premiera. Do thonë, kjo përveç se që e bën blur, edhe e ka zgjenu mallësinë e blurit, për arsye domethënë e ka analizuar çdo detaj.